Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Lyeni flokët me këtë përbërës natyral për 10 minuta dhe do mahniteni me rezultatin. Qepa dhe hudhra mund të jenë ushqimet që më së shumti eliminoni nga dieta juaj ushqimore, po sikur të njihnit më mirë vetit e tyre kuruese, jemi të sigurt që do të ndryshoni mendim. Nëse jeni në radhët e njerëzve që këto të fundit nuk ju shijojnë, atëherë përfitoni prej tyre nga përdorimet e jashtme, pasi efekti është i njëjtë. Studimet kanë zbuluar se lëngu i qepës përdoret kundra rënies së flokëve dhe trajton probleme të cilat lidhen me zbogthin dhe infeksionet e lëkurës së kokës. Kjo gjë nuk është një zbulim i ri, pasi studime të shumta janë mbështetur në këtë fakt dhe para tyre kanë qenë edhe gjyshetone të cilat e rekomandonin lëngun e qepës për flokë të shëndetshme. Receta dhe përgatitja. Grini një kokër qep në mikser dhe më pas shtyni tulin e qepës në një kullesë të vogël në mënyrë që ju të merrni vetëm lëngun. Shtoni 2 lugë gjelle mjalt dhe mund t'i shtoni ato sipas dëshirës dhe disa pika vaj aromatik. Mund të lyeni flokët 3 herë në javë dhe t'i mbani disa minuta ose orë sipas dëshirës tuaj dhe më pas shpëlajini flokët si normalisht. Ndërkohë, ne këtu do t'ju tregojmë recetat natyrale më të mira kundër rënies së flokëve. Nëse flokët tuaj janë të dobët dhe bien sa herë që i krihni, maskat kundra rënies të përgatitura vet mund të jenë zgjidhja e duhur për flokët perfekt. Ka shumë arsye pse bien flokët, që nga stresi dhe deri tek mungesat ushqimore. Në çdo rast, nëse ju bien flokët, s'ka gjë më të mirë se një mask flokësh e bërë vetë. Të thjeshta për të përgatitur në shtëpi me përbërës elementar, ushqyes dhe forcues, këto maska ndonjëherë janë një ilaç i vërtet dhe janë më efikase nga çfarë parashikohen. Maja bire, mjalt, kohës së vezë dhe me radhë. Bëhet fjalë për përbërës të thjeshtë që ju i keni në dispozicion në shtëpi. Më pas mbështillni kokën me qese plastike, lani flokët me shampo si zakonisht. Zgjidhni një prej këtyre maskave që ne do t'ju sugjerojmë me efekt ushqyes, ristrukturues dhe antirënie. Flokët tuaj do t'ju ngjallin në zili të gjithëve. Maska me vezë. Për këtë mask duhen 2 të verdha vezësh, pak vaj ulliri dhe gjysmë limoni i shtrydhur. Përzijeni mirë dhe lëreni maskën që të veprojë në skalpin e kokës. Aplikojeni me anë të një furçe dhe mblidheni kokën me qese transparente. Lëreni të veprojë për plot gjysmë ore, më pas shpëlajini dhe vazhdoni me shampon. Do t'i ndjeni menjëherë flokët tuaj më të fortë dhe më të ushqyer. Maska me mjalt. Provoni këtë përzierje në flokët tuaj. Në një tas të vogël hidhni një vasket kos dhe një lugë plot me mjalt. Përzieni dhe përhapeni maskën në flokë. Më pas vendosni një kapuç dushi. Lëreni një orë kokën të mbështjellë dhe lajini flokët tuaj me shampo. Ndërkohë, do të ishte mirë nëse shampoja që do të përdorni të jetë kundra rënies. Mask flokësh me maja bire. Forcon dhe ndalon rënien e flokëve. Bëhet fjalë për një mask e cila realizohet me 2 të verdha vezësh, disa pika uthull dhe gjithashtu një lugë mjalt dhe 20 gram maja bire. Hidheni në një tas, përzijeni dhe aplikojeni maskën në skalpin e kokës. Mbështilleni më pas kokën me qesen e dushit dhe lëreni për plot gjysmë ore. Më pas lajini flokët tuaj me shampo si zakonisht. Të gjatë, të shkurtër, me onde apo të drejtë, flokët për femrat nuk janë thjesht një tufë fibrash,
por një shprehje e stilit dhe e personalitetit. Kjo është edhe arsyeja që shumë prej tyre terrorizohen sa herë që vërejnë rënje masive e cila mund të degradojë deri në rrallim të flokëve. Në skalpin e kokës ndodhen afro 100.000 fije floku. Sipas statistikave të ndryshme, një njeri me zhvillim fiziologjik normal humbet 50 deri në 100 fije floku në ditë. Ndër shkaktarët kryesorë të rënjes së flokëve ne përmendim sëmundjet autoimunitare, periudha e lehonisë, menopauza, humbja e njëhershme e peshës, mungesa e ekurit, çrregullimet e të ngrënurit e të tjerë. Shumë njerëz harxojnë shumë para dhe kohë për të gjetur produktet e duhura të cilat e frenojnë këtë problem, pasi vazhdojnë të përballen me qindra fije floku të cilat e mbulojnë lavamanin apo që mbushin krahërin e flokëve. Dhe njëkohësisht kjo recetë është një aleat i vërtet kundër rënjes së flokëve dhe rritjes së menjëhershme të tyre. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 të kuqe veze, 2 lug çaj mjalt organik dhe 2 lug vaj kastori. Shtoni në një enë 2 të kuqet e vezëve dhe vajin e kastorit dhe trazojini me ndihmën e një piruni. Më pas shtoni mjaltin dhe vazhdojeni përzierjen derisa mjalti të hollohet dhe të shkrihet me 2 përbërësit e tjerë. Me ndihmën e një furçe flokësh, lyeni zonën ku keni pasur rënje ose gjithë kokën dhe mbështilleni me qese për 2 deri në 4 orë. Pasi të ketë kaluar ky minutazh, masazhoni skalpin dhe lani flokët si zakonisht. Përdoreni këtë tonik 1 ose 2 herë në javë dhe kështu do të vërejni rezultate vërtet të mahnitshme. E verdha e vezës, ajo përmban proteina, acide yndyrore dhe vitamina. Të gjitha këto së bashku forcojnë rënjen e flokut. Vitamina A ka veti hidratuese, kurse përbërësi tjetër i të kuqes së vezës, lecitina, mbron flokun nga këputja. Mjalti nga ana tjetër është një burim i rëndësishëm i mirëqenies fizike dhe ai përmban shumë antioksidantë të cilët e hidratojnë skalpin e kokës. Vaji i kastorit ka në përmbajtjen e tij aminoacide tepër të dobishme, ku ndër më kryesorët përmendim acidin ricinoleik. Ky vaj zbut dhe gjithashtu rregullon nivelin e pH-it të kokës, eliminon zbokthin dhe mbron flokët nga faktorët e tjerë të rrezikshëm mjedisor. Njerëz të shumë të vuajnë nga humbja e flokëve, e cila është një çështje tepër e rëndësishme dhe mund të jetë rezultat i një numri faktorësh duke përfshirë ndryshimet hormonale, stresin ose përdorimin e tepruar të tharëses. Megjithatë, pavarësisht kësaj, ekziston një trajtim tërësisht natyral në shtëpi, i cili do të japë efekte mahnitëse dhe do të stimulojë rritjen e flokëve tuaj. Efikasiteti i këtij ilaçi është konfirmuar nga dermatologë të shumtë dhe jasti mund ta përgatisni atë. Ju duhet një e verdhë veze, gjysma e bananes, gjysmë gote birë dhe gjithashtu një lugë gjelle mjalt organik. E gjitha ajo që duhet të bëni është që të përzieni këto përbërës për të përgatitur një pastë. Pastaj aplikojeni atë në zonat në kokë ku keni mungesë të flokëve dhe lëreni ato të veprojë për 2 orë. Më pas, thjesht shpëlajini si zakonisht. Efektet janë mbretërëse dhe ju do të mbeteni të habitur kur të vini re se si flokët tuaj rriten si të çmendur. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.